Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për një net prej netve, thët, unë u ngrita edhe mora abdes edhe fala namaz sa mujta. Pastaj thët, pak pushova sepse pak u lodha duke bo ibadet, se i ka fal namaz, fjala është për namaz natë këto, sa që ju kanë ejtë kamt, ju kanë ajtë kamt, her pas here këta. Nuk do më thonë që edhe na do që ashtu, pa tjetër, po edhe na me u mundu qoftë edhe me pak rekate, me bo namaznate, të paktën me na regjistru Allahu Teala në regjistrin e atyne që fali namaznate. Edhe për thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj pushua, masi që u lodha pak, do të duke nejt mu paraqit Allahu te bareke ve taala në pamjen e tij madhështore, në pamjen e tij të papërshkrueshme. Edhe më tha, ja Muhammed, Allah ju ka paraqit edhe i ka thonë, o Muhammed, thuaj, Allahumme inni as'aluke hubbek, o Allah, unë e kërkoj kënë, unë e kërkoj dashnin tënde. Allahu tash për mësën kënë, pejgamberin alayhi salatu wasalam qësh me ulut, me thonë, Allahumme inni as'aluke hubbek, wa hubba men yuhibbuk, o Allah, ma mundësa, unë e me arrit kënë dashnin tënde. Edhe, o Allah, ma mundësa me arrit dashnin e atyre që ty të duan. Qëta janë ata njerëz që thash më herët, me i shështruhe, me ndajt afër tyre. Ata njerëz të cilët e dojnë Allahun. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Edhe ma mundësa me i dasht punët të cilat më afrojnë tek ti. Ma mundësa zot me i dasht punët, edhe me i kry punët që më afrojnë tek ti. Na mundohemi me i dasht punët edhe me i kry punët që na afrojnë tek njerëzit, që na lavdojnë njerëzit, që na përmenin njerëzit, e qështu. Jo. Jo çdo punë që njerëzit e donë, ajo të afron tek Allah. Dhe jo çdo punë që njerëzit e urrejnë, ajo të largon prej Allah. Andaj pra çka mundohuni me shfrytëzue sa më shumë kohën për çka? Për dua, për lutje, edhe me qenë prej atyre që i don Allahu te bareke ve taala. Dhe nëse arrim këtë pozit, me bo me arrit këtë pozit, që me i dasht ata që dojnë Allahun, me i shoqëru ata që shoqërojnë Allahun, me i dasht punët të cilat në afrojnë tek Allahu, edhe me arrit dashnin e Allahut, atëherë rri i qetë, rri rahat. Pse? Se Allahu te bareke ve taala ka me dhonë pozit nalt në këtë botë, ka me dhonë pozit nalt në botën tjetër. Dhe në këtë botë ka me dasht Allahu, edhe ka me thirë Gjibrilin dhe ka me i thonë, ja Gjibril, inni uhibbu fulana, o Gjibril, one du filanin. Edhe i thotë Allahu, duj edhe ti o Gjibril filanin, edhe Gjibril e dënë. Thotë pastaj, o Gjibril, këtë dashni që kam ndaj filanit, edhe ti që i ki ndaj filanit, për hapet e banorët e qive, të melajket, të kush, të Mikaili, e të Israfili, e të meleku i vdekjes, e melekët një nga një. Pastaj masi ta dënë Allahu, Gjibrili, melekët, Allahu thëtë zbrit janë tokë dashnin që ta duan njerëzit e mirë. Edhe qka, jep Allahu pozit, jep dashni tek njerëzit. Edhe duan njerëzit për ataku kur, pa nejt kur me ta. E duan. Ndërsa në botën tjetër, ata që i dënë Allahu, janë në mimbere, në pozitat nalta, që janë ato pozita rreth arshit të Allahut. Janë rreth arshit të Allahut te bareke ve taala, janë mimbere pozita nga drita, dhe ata njerëz aty që janë, i kanë rrobat që shkëlqejnë sikur dritë. Edhe fytyrat e atyre njerëzve janë që ndriçojnë qesin dritë, e aty afër tyne janë kush? Pejgamberët. Afër tyre kush janë? Janë evlijat. Afër tyre kush janë? Janë ulemat. Afër tyre kush janë? Janë shahidët. E a ka ma ndajt mirë, e a ka ma njerëz mirë, se sa këta me i pas afër vetës. Allahu na